Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Ai I cili nuk agjeron qëllimisht, çka është çështja e tij? Dhe nëse pendohet, a duhet për çdo ditë të agjerojë nga 61 ditë? Ai I cili nuk agjeron, pra është I shnosh, është musliman, është moshël madhore, është I fuqishëm, ka mundësi me agjeru, dhe nuk ka pengesa. Si nuk ka pengesa? Do të thonë nuk është në periudhën e menstruacioneve, pra nuk ka pengesa për agjerim, dhe nuk agjeron mjeri ki. Për shkak se ka ardhur me një hadith të Ebu Umame el-Bahiliut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë bërë një ëndër. Kanë ardhur njerëz më kanë zgju, ka thonë hec. Heca. Tha derisa më rrina në skajt të një kodre. Tha në gjitun këtë kodrë. Thash vallahi kanë shumë e lartë. S'muj mund gjitë. Tha hajnë gjitu se ne do të ndihmojmë. Tha unë gjita derisa kur më rrina në mesin e kodrës, tha I ndëgjova një zhurmë të një zonë të trishtueshëm. Dhe I pyeta këta të dy dhe I tha, çka kjo klith? Çka kjo zonë? Tha kjo është zoni I banorëve të xhenemit, Allahu na ruajt. Pastaj tha heca dhe e pash një njeri, I cili ishte e kapën, e kishin varrën si që e varrin delën për kame, kasapi, me një kuk. Tha e kishin varrën me kam të përpjet, ja kishin qa gojen dhe nga goja e ti rjedh të gjak. Dhe I pyta këta të dy dhe I thash, kush është ki? Pse këtë formë e torturojnë? Tha kjo është njeri I cili e ka bon një jetë me agjeru, a që në drek me agjeru, ka vazhdu deri një kindisën, ka bon sabër deri një iftare dhe ka prish agjerimin. Pra kjo janë dënimi atinve që I kanë fillu të agjerojnë e pastaj e kanë prish agjerimin. Që ka ngel për ata të cilët nuk fillojnë fare. Pra ata që nuk agjerojnë fare janë njani prej dyve. Ose e mohojnë agjerimin, thojnë për neve nuk lipët. Kja pralle o gjallarve. Dhe kështu me radhë, këto nuk I janë musliman. Ndërsa ata që e pohojnë dhe thojnë se agjerimi është obligim, mirë po që sën po bomu me janis, hasi vetë hanë mot, e një vetën më katar, si pas disa djetarve dhe këto dalin për islami. Pra është I transmetim nga Imam Ahmedi, dhe lonë si agjerimi del për islamit. Mirë po shumica e djetarve thojnë se lonë si agjerimit nuk del për islamit, mirë po ai nuk ka mundësi të kompenzon një ditë të Ramazanit, sikur që me agjeru dhe tan jetën. Kështu thot Abdullah ibn Abbas. Tan jetën me agjeru. A mund me arrit se vapin e një ditë të së agjerimit? Jo. Për ata çka lipët për ta? Pe ati lipët tobe. Me bo tobe. E çka me bo për ditët që si ka ma gjeru? Për një ditë 61? Jo. Për një ditë. Për një ditë. Ta po unë e qëllimisht kam qenë. Kam ngëron me dëshirë, me plot vedije. Po pse ki hongër me vedije na për ata po të thojmë tobe. Pendimi ka kushte. Me ta rëket çka ke bon, po pendu të Allahu se kur se përsërit. Me lip falje prej Allahut, edhe ato dit I kompenzon një për një. Një me një. S'ka 61. S'ka argument për 61. 61 është vetëm për atë që e prish agjerimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke pas kontakt marrëdhënie me gruan e tij. Vetëm për ata 61. Për një ditë. Ndërsa ai I cili e prish me ushqim, me pyrje, me ditë të cilën e prish jashtë marrëdhënieve, ki e kompenzon me tobe dhe me agjerim një ditë për një ditë. Allahu, 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 Allah, Allah.